Ahmeti përkatësisht BDI-a edhe pse akuzonin VMRO-DPMN se nuk respektoi legitimitetin demokratik të shqiptarëve, pasi përfshiu vlenin në qeveri në këmbim të mbështetjes për zgjerimin e qeverisë sipas projekcionit të Mickoskit, u dakordua për formimin e komisionit parlamentar për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. BDI-a për një ligj fitoi një komision. Ky komision gjoja një herë në 6 muaj do t'i raporton të kuvendit se si zbatohet parimi kushtetues për përfaqësim. Shumë pyetje, jo vetëm në media, por edhe në opinionin publik, atëherë u bën sepse BDI-a si parti opozitare mbështeti ligjin i cili e zgjeron qeverinë edhe pse varfëria është në rritje. A ka pasur ndonjë marrëveshje tjetër të fshet Ahmeti Mickoski? Apo integristët vërtet besuan se komisioni i ri në krye me ish kryeministrin dhe ish kryekuvendarin Talat Xhaferi nuk do të lejojë keqpërdorimin etnik të përfaqësimit, që në vend të shqiptarëve të punësohen pjesëtar të komuniteteve tjera. Një parti që 20 vite ka qëndruar në pushtet nuk mund të jetë aq naive. Ndodhi pikërisht ashtu siç ka thënë apo siç rrëfehet të ketë thënë dikur ish kryeministri britanik Winston Churchill, se nëse nuk do ta zgjidhësh një problem, atëherë formo për të një komision punues. Komisioni doli të jetë justifikim për mbështetjen parlamentare dhe nga ai, ashtu siç pritej, doli një asgjë e madhe.